Për herë të tretë radhazi ka dështuar zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, kjo pasi nuk kohet fare në votim me emri propozuar nga lëvizja vetëvendosje, që është Albulena Haxhiu. Arsyeja ishte kundërshtimi i opozitës, e cila që në fillim ka shprehur qartë se nuk do ta përkrah kandidaturën e saj. Kryesuesi i seancës Avni Dehari, pas mungesës së konsensusit, vendosi të ndërpres seancën dhe bëri të ditur se ajo do të vazhdojë të mërkurën, pra ditën e nesërme në orën 15. Vetëvendosja si partia fituese e zgjedhjeve insiston se i takon asaj propozimi i kryetarit të Kuvendit dhe i qëndron kandidaturës Albulena Haxhiut, ndonse është përballur me refuzim të prerë nga partitë opozitare. Këto të fundit kanë kërkuar një emër tjetër më të pranueshëm dhe me më shumë kredibilitet politik, duke përmendur si arsye mungesën e profesionalizmit dhe sjelljen përçarëse të Haxhiut ndaj opozitës në të kaluarën. Kjo situatë ka futur Kuvendin në një blokadë politike që po zgjat tashmë prej ditësh, duke lënë në pritje procesin e konstituimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fundit. Nëse nuk arrihet konsensus as në seancën e së mërkurës, mund të pasojnë zhvillime të reja politike, përfshirë edhe mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të reja. Ndërkohë, Glauku Njufca kërkoi kohë shtesë, meqense e kemi parë që të gjitha subjektet politike që është dije janë prononcuar se do ta kishin vendimin e njëjtë edhe në këtë seancë. Mendoj se kjo situatë politike nuk mund të zgjidhet përveç se me një marrëveshje, u shpreh kryeparlamentari i Kosovës. Juristi Blerin Burjani për rastin ka thënë se posti i kryetarit të Kuvendit po kontestohet për shkak të mungesës së numrave nga vetëvendosje dhe refuzimit të opozitës për ta votuar Albulena Haxhiun, për shkak se ajo ka mbajtur një sjellje fyese dhe ka mungesë të përvojës. Sipas tij, opozita kërkon një kandidat më të pranueshëm dhe ai sheh si alternativë Mefail Bajqinovcin ose Fatmire Kolçakun. Posti i kryetarit kontestohet në mungesë numrash që nuk i ka vetëvendosje. Pastaj opozita kushtozon VV-n për Albulenën e don dikën tjetër më të aftë, më të pranueshëm. Vetëvendosje dihet se problemi kryesor e ka me deputetët pa profil profesional fare, pra aty nuk ka çka të zgjedh askush, por dikush duhet. Kjo që e them dikush, pra duhet dikush tjetër të kandidohet, që madje nuk është fyes dhe i padijshëm deri në fund. Mendoj se Mefail Bajqinovci mund të jetë kandidat, apo Fatmire Kolçaku. Për nënkryetar nuk ka nevojë për konsensus dhe nuk besoj se do të ketë probleme për nënkryetarët. Albulena nuk votohet, dihen arsyet, më shumë cilësohet si fyese, sepse i ka fyer ajo opozitën dhe të tjerët, pastaj ka mungesë përvoje dhe dijesh, por për poste politike VV nuk ka çka me i kqyr, nuk ka askënd me profesionalizëm, thot ai. Ndërkohë, analisti Arnor Sadiku thot se pasi opozita nuk po e votojnë Albulena Haxhiun për kryetarin e Kuvendit, atëherë lëvizja vetëvendosje duhet të ofrojë një tjetër kandidat, që mund të jetë edhe Saranda Bogujevci. E para e punës vëre dështimi i lëvizjes vetëvendosje si parti fituese për të siguruar votat për kryetarin e Kuvendit dhe qeverinë. Së dyti, nëse e kërkon votën për kryetar Kuvendi, nga opozita duhet të ofrosh një tjetër kandidat konsensual, e ajo mund të jetë Saranda Bogujevci, përfundoi ai. Kujtojmë se zgjedhjet e rregullta për Kuvendin e Republikës së Kosovës u mbajtën më 9 shkurt 2025. Në këto zgjedhje lëvizja vetëvendosje doli partia e fituese, por kishte rënje që nga zgjedhjet e vitit 2021.